që jemi në studio dhe këtë herë unë nuk jam vetëm, jam me mjekën dermatologe Albana Lufi në klinikën dermatologjike estetike Dermovita në Tiranë. Doktoresh, faleminderit që jemi në studio. Përshëndetje dhe faleminderit për ftesën. Sot do të flasim për një temë që jam e sigurt që të gjithëve u intereson shumë, çfarë kujdesi duhet të tregojmë për lëkurën në periudhën pas verës, pasi kemi kaluar atë vapën e stinën e verës. Ju të gjithë do të keni mundësi të na kontaktoni, duhet thënë, edhe të flisni më drejt për drejt me doktoreshën për ta pyetur për të gjitha pyetjet apo ato çka ju mundojnë lidhje me lëkurën tuaj, pasi ne do të kemi të afishuar numrin e telefonit poshtë ekranit dhe ne vijojmë bisedën, ndërkohë ju jeni të lirë të na telefononi. Doktoresha, çfarë kujdesi duhet të tregojmë në për lëkurën në këtë periudhë, në përgjithësi, pas verës? Pas kalimit të verës së nxehtë, është koha t'i kushtojmë më tepër vëmendje lëkurës në mënyrë që të merremi me rinovimin kryesisht të hidratimit të lëkurës ose për të rregulluar ato dëmtimet negative të shkaktuara nga dielli, të cilat normalisht shkaktojnë jo vetëm tharjen e lëkurës, rrudhat e lehta ose shfaqjen e njollave, në mënyrë që lëkura të jetë më e shëndetshme dhe më e shëndetshme, më e re dhe të ketë atë shkëlqimin apo elasticitetin të cilës i ka munguar pas periudhës së rrezatimit diellor. Dhe konkretisht rekomandojmë kryesisht përdorimin e maskave, të kremrave hidratues, të cilat duhet të jenë kryesisht me vitaminën A, me vitaminën C, me kolagjenin, hidratimin sa më të mirë të pjesës së lëkurës, sepse sa më hidratuar të jetë lëkura, aq më e shëndetshme, aq më mirë do funksionojnë qelizat e lëkurës. Pse jo përdorimin e skrapit, i cili do të bënte të mundur kryesisht eliminimin e qelizave të vdekura të lëkurës dhe eliminimi i këtyre qelizave do të jepte lëkurës një elasticitet më të mirë, lëkurës do ta bënte më të shkëlqyeshme, do kishte hidratim më të mirë të saj. Dhe konkretisht një procedurë të cilën ne rekomandojmë kryesisht në këtë periudhë që do bënte të mundur gjithë efektin e mirë që do kishte lëkura pas përdorimit të kremave është peeling kimik, i cili bën të mundur eliminimin kryesisht të qelizave të vdekura të lëkurës, duke bërë të mundur daljen e një shtrese më të re të lëkurës dhe hidratimi i lëkurës apo aplikimi i kremave të ndryshme në sipërfaqe të lëkurës do të bëjë të mundur që lëkura të marrë atë shkëlqimin e munguar, të ketë atë rezatimin që duhet të ketë pas kryesisht pas periudhës së verës. Po për te i përket atyre njollave kafe në fytyrë, është ajo periudha e dur tani që t'i trajtojmë, si duhet t'i trajtojmë? Normalisht njollat kafe janë njollat të cilat krijohen kryesisht gjatë periudhës së verës, pse jo dhe gjatë pranverës, ose dhe prej vitesh të tëra të kryuara si pasojë mungesës së përdorimit të kremit kundra diellit. Koha e përshtatshme për fillimin e tyre është pikërisht në periudhën e vjeshtës. Tashme që rrezatimi i fortë diellor ka hikur, është koha për të marrë, për t'i trajtuar këto njolla. Periudha e tyre pra fillon nga fundi shtatorit, fillimi tetorit deri në mars ose në fund të shkurtit, në varësi të temperaturave ose rrezatimit diellor si do jetë. Është një procedurë e cila do të ndihmonte mjaft mirë në eliminimin e këtyre njollave kafe, është kryesisht peeling kimik, një procedurë e cila bëhet e mundur nga gjitha shtresat e femrave që vuajnë kryesisht nga ky problem, më rrallë tek meshkujt e hasim. Peeling kimik, një procedurë të cilën e përmenda edhe pak më sipër, bën të mundur eliminimin e shtresës sipërfaqësore të lëkurës dhe zbehjen e këtyre njollave. Procedurë tjetër të cilën ne e përdorim për të trajtuar njollat kafe të lëkurës është edhe dermoabrazioni. I vetëm mikrodermoabrazioni ose kombinuar dhe me peeling kimik, ose mund të përdoret lazer i fraksionuar. Janë procedura të cilat ndihmojnë në eliminimin ose zbehjen e këtyre njollave kafe, kryesisht në masën 70 ose 85% dhe pastaj vetë individi që vuan nga këto probleme i duhet që her pas here të përdor një terapi mbajtëse të dhënë nga mjeku dermatolog, ose pse jo të bëj dhe një seancë e supozojmë peeling kimik pas 2 ose 3 muajve si mbajtëse të terapisë, krahas përdorimit të kremit të diellit, sepse këto njolla kafe janë krijuar kryesisht nga mos përdorimi i kujdesshëm. Këto seancat apo ky lloj trajtimi që u përmendët, është i kushtueshëm shumë, mund të përballohet nga të gjithë shtresat, duhet thënë? Po flasim për peeling kimik, është një procedurë peeling kimik sipërfaqësor dhe i mesëm, janë procedura të përballueshme nga të gjitha stresat. Pavarësisht sepse duhen disa seanca, minimalisht duhen 4 deri në 6, por janë çmime normale. Po folëm për kremin e diellit, po në këtë periudhë është e rëndësishme që ne të përdorim krem dielli, është e nevojshme?
Edhe pse vera ka kaluar, akoma jemi në efektet negative të rrezatimit diellor. Kremi duhet vazhdoj të përdoret kryesisht deri në periudhën e tetorit, ripseo dhe gjatë gjithë vitit, po me një filtr, me një SPF, me një faktor mbrojtës së diellit më të ulët, jo me numrin 50 ose 30 ose 50 SPF që ne përdorim gjatë muajve të verës, por me një faktor më të ulët, duke llogaritur 15 ose 20, sidomos lëkurat e ndjeshme ndaj rrezatimit diellor, lëkurat të cilat formojnë njolla në pjesën e fytyrës, pse jo dhe lëkurat e tjera në mënyrë që të parandalojnë formimin e këtyre njollave. Ndalemi tek produktet kozmetike që përdorim kryesisht në femrat. Është e rëndësishme që të konsultohemi para me mjekun dermatolog përpara, apo mund t'i përzgjedhim vetë, duhet thjesht të dim disa kritere ndoshta për t'i përzgjedhur vetë nëpër farmaci apo ku i marrim produktet e ndryshme kozmetike në përqendra? Normalisht çdo lëkurë ka specifikën e vet dhe është shumë e vështirë dhe për ne dermatologët për të përcaktuar se çfarë kremi i duhet një lëkurë specifike nëse ne nuk bëjmë paraprakisht një testim të lëkurës dhe jo më vetë individi ose farmacisti që mund të sugjerojë për përdorimin e kremit. Normalisht individët, klientët si femrat dhe meshkujt përpara përzgjedhjes së një produkti duhet të drejtojnë te mjeku dermatolog. Kush më mirë se dermatologu do e njoh jo vetëm tipin e lëkurës, por do bëj të mundur përzgjedhjen e saktë të një produkti, pavarësisht moshës apo gjendjes së lëkurës në të cilën është, sepse lëkura nuk është në të njëjtin moment, në të njëjtën gjendje, ajo nuk mund të funksionojë gjatë gjithë kohës. Një gjendje e caktuar, flasim gjithmonë për një gjendje të caktuar të lëkurës në një moment të caktuar. Lëkura pëson ndryshime të vazhdueshme, qoftë si pasojë moshës, e ndjotjeve, e stresit, e pirjes së duanit, e ndryshimeve hormonale, rrezatimeve diellore. Dhe në një moment të caktuar, ajo mund të ketë nevojë për një produkt të caktuar dhe në një moment tjetër ka nevojë që ky produkt të mos jetë i vetëm dhe të shtojë diçka tjetër lëkurës. Ju e përmendët pak më parë rëndësinë e hidratimit për lëkurën. Të ndalemi pak këtu, sa e rëndësishme është hidratimi për lëkurën e një njeriu? Normalisht për të pasur, sot gjithmonë flasim për një lëkurë të shëndetshme dhe çelësi i lëkurës së shëndetshme është hidratimi i lëkurës. Në mënyrë që qelizat e lëkurës, hidratim do thotë sasia e ujit në pjesën e lëkurës. Lëkura shërben si temi si një depo për mbajtjen e organizmit. 70% dhe 80% e saj ka përmbajtjen e ujit ose ta marrim në masën. Ta ndërpresim pak bisedën, kemi një telefonat në studio. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Uleni ju lutem pak zërin e televizorit, sepse interferon këtu në studio. Alo? Alo, përshëndetje. Me sa duket ka rënë linja, kemi patur një problem, mund telefononi sërish, ne vijojmë me bisedën tonë. Po flisim për hidratimin. Pjesa e ujit është shumë e rëndësishme, 10 deri në 18% e ujit të gjithë organizmit ndodhet në sipërfaqen e lëkurës. Në mënyrë që lëkura të funksionojë në mënyrë sa më të shëndetshme, kjo duhet jetë sa më hidratuar, sepse mungesa e ujit në pjesën e lëkurës bën që qelizat e lëkurës të mos funksionojnë në mënyrën e duhur, inde të dëmtojnë dhe lëkura të plaket më përpara se sa normalisht. Për sa i përket dietës ushqimore, thuhet që ushqimet natyrisht ndikojnë tek lëkura jonë. Si duhet kujdesemi ne, çfarë kujdesi duhet bëjmë për dietën ushqimore që të kemi një lëkurë të shëndetshme? Normalisht në vizat përgjithshme mund të themi që është e rëndësishme që proteinat, vitaminat dhe kryesisht zarzavatet, frutat dhe zarzavatet janë ushqimet bazë të cilat sigurojnë një lëkurë të shëndetshme dhe kryesisht do ndalesha kryesisht tek antioksidantët, kryesisht që merren nëpërmjet vitaminave. Dhe antioksidantët më të rëndësishëm të organizmit janë vitamina A, C dhe E. Këto i gjejmë nëpërmjet në produktet e ndryshme ushqimore, për shembull flasim për vitaminën A, të cilën e gjejmë te karota, te mango, te pjesët jeshile, te spinaqi, te pjesa e brokolit së pashku e cila ka dhe vitaminën C, te patatet e ëmbla. Janë shumë të rëndësishme që këto të konsumohen në sasi të mjaftueshme në mënyrë që të bëjmë të mundur marrjen e kësaj vitaminës, ose dhe vitamina C, e cila është shumë e rëndësishme si një antioksidues i fuqishëm. Tani që është dhe koha e periudhës së dimrit janë mjaft të kushullueshme kryesisht nëpërmjet portokalles, limonit, brokolit, kiwi, specat kuq, janë vitamina mjaft të rëndësishme. Antioksidues tjetër prapë i rëndësishëm është vitamina E, të cilat kryesisht këtë i gjejmë tek vajrat e lirit, te bajamet, te lajthit. Shpeshherë vitaminën E jo gjithmonë e kemi të mjaftueshme atë të cilën e marrim nga pjesa ushqimore.
dhe ullirit për shembull përsëri e ka ose ullinit. Shpeshherë vitamina N jemi të detyruar ta marrim dhe suplement me tableta nga farmacia në mënyrë për ta mbyllur. Për të marrë atë dozën e mjaftueshme të nevojshme. Vetë antioksidantët, të cilën unë i përmenda, kanë një rol pozitiv në organizëm pasi neutralizojnë radikalet e lira të lëkurës, të cilat janë përgjegjëse për plakjen e lëkurës. Nuk duhet harrojmë akoma në dietën tonë ushqimore të fusim produktet e peshkut në mënyrë që të marrim omega 3 ose vajrat e pangopura, të cilat përmendim kështu kryesisht vajin e ullirit, vaj i bajames, lajthit ose arat. Pra dieta e pasur kryesisht me zarzavate, të cilat gjitha llojet e zarzavate të përmendura dhe ato të papërmendura nga ana jonë, dhe frutat janë shumë të rëndësishme në mënyrë që lëkura jonë jo vetëm të bëjë të mundur marrjen e antioksidantëve, por këto produkte ushqimore sigurojnë dhe hidratimin më të mirë të lëkurës për shkak të mbajtjes ujit më tepër në pjesën e lëkurës. Shpesh themi që kam ngrënë çokoladë sot edhe më ka dalë një fuçur apo më është dëmtuar lëkura. Është e vërtetë që ëmbëlsirat apo çokoladat ndikojnë negativisht tek lëkura jonë? Studimet të ndryshme kanë treguar që çokolada, produktet e ëmbla me sheqer dhe kryesisht yndyrnat më tepër acarojnë aknen kryesisht në personat që kanë lëkurë të yndyrshme. Një lëkurë që është e predispozuar për të zhvilluar akne, jo të gjithë personat, sepse aknea, flasim, është një patologji që shfaqet e personat që kanë një predispozit genetike, që kanë trashëguar një lëkurë të ndryshme nga prindrit përveç influencës hormonale. Te këta individ ne gjithmonë këshillojmë një dietë që të mos jetë hiperkalorike, qoftë kryesisht në pjesën e qumshit, mos jetë me shumë yndyrë ose në pjesën e konsumimit të gjalpit, të djathit, gjithashtu të reduktoj dhe produktet e çokoladës, produktet e sheqerit. Përveç dietës, ka produkte apo kremra me cilën mund ta trajtojnë fytyrën apo thjesht duhet të fokusohen tek dieta e tyre? Po flasim për aknen, për fytyrën e yndyrshme duhet. Fytyra e yndyrshme ka individ që kanë lëkurën e yndyrshme dhe nuk kanë probleme në të, thjesht vetë tepërica e pjesës yndyrës së lëkurës, të cilën fillojnë të paksojnë sepse vetë ajo jep atë shqetësimin e dukshës të shkëlqimit të lëkurës nëpërmjet larsëve të ndryshme që përdoren për pjesën e fytyrës. Ka lëkura të tjera të cilat janë të yndyrshme dhe lëkura ka probleme. Domethënë kemi shfaqjen e aknes në rastin konkret, e cila është një patologji, ta themi, dhe që ka nevojë që pacienti që vuan, si meshkuj, si femrat që vuan nga kjo patologji, të drejtohen për të marrë mjekimin e duhur, i cili ato e përmirëson. Nuk është e mjaftueshme vetëm dieta, nuk është e mjaftueshme vetëm larsi që ai duhet të përdorë, sepse kujdesi që duhet të tregojë ai për lëkurën e yndyrshme, sidomos nëse kjo lëkurë ka krijuar akne, është më i madh në krahasim me një lëkurë normale ose me një lëkurë të thatë. Kuriosorja është zgjedhja e mjekimit të duhur, kozgjatja e këtij mjekimi, kontrolli herpashershëm nga mjeku dermatolog në mënyrë që aknea të arrijë atë përfundimin e vet pas disa muaj, pse jo dhe të eliminohet. Si duhet kujdesemi gjithë ne, teleshikuesit, për fytyrën në periudha të ndryshme, për shembull të ditës, në mëngjes, gjatë ditës apo në darkë para se të flëm? Si duhet kujdesemi për lëkurën? Kujdesi për lëkurën kryesisht është shumë e rëndësishme që dita të fillojë kryesisht me hidratimin e lëkurës pas larjes, pas pastrimit të lëkurës, të vendoset një krem i lehtë hidratues. Në kohën kur nuk është i fortë rrezatimi diellor, do mjaftonim vetëm me kremin hidratues në fytyrë dhe në periudhën në mesditë, nëse rrezatimi i diellit është i fuqishëm, pavarësisht se mund të ose do jetë i fortë, përdoret kremi i diellit gjysmore përpara nëse do kemi kontakt me pjesën e jashtme të ekspozimit të diellit. Shumë e rëndësishme është në darkë të bëhet pastrimi i lëkurës. Asnjëherë nuk duhet fjetur me lëkurën e papastruar në mënyrë sepse radikalet e lira shlirohen më tepër në këtë periudhë dhe janë shumë më të dëmshme, ato gjatë natës vazhdojnë atë efektin e vet negativ me lëkurë, siç e përmendëm dhe më sipër në ndikimin e plakjes së lëkurës, sidomos lëkurat të cilat përdorin make-up. Dhe pastaj në varësi të tipit të lëkurës, të nevojit, çfarë nevojë ka kjo lëkurë për të përdorur, është vendosur kremi specifik. Mund të jetë një serum, mund të jetë një krem anti-age në darkë, mund të jetë thjesht një krem i lehtë hidratues, ose mund të jetë një lëkurë që është shumë e ndryshme, që nuk ka nevojë të vendosit asnjë gjë, përveç lëkurat të lihet e aerosur. Pra, specifikat e lëkurave të ndryshme ose janë të ndryshme dhe produktet për të cilat ato ka nevojë janë specifike në varësi të problemit që ka lëkura. Mund të jetë një lëkurë e cila ka probleme në pjesën e saj, siç përmendëm lëkurët me akne, të cilat nuk mund të vendos asnjë lloj nga kremrat e përmendur, por do bëj trajtimin e këshilluar nga mjeku dermatolog.
Sa të ndërgjegjësuar janë njerëzit në Shqipëri për t'u drejtuar tek dermatologu? Sa është formuar ajo kultura për t'u kujdesur për lëkurën, siç thuat? Normalisht shohim që vitet e fundit ka një rritje të numrit të personave që janë të interesuar si meshkujt dhe femrat për përzgjedhjen e produkteve kozmetike. Dhe në fillimisht para përzgjedhjes së produktit, edhe pse vetëm me sy mund ta shohim si mund të jetë lëkura, por shpeshherë dhe ne gabojmë thjesht me pamjen e jashtme të lëkurës, i rekomandojmë personave për të bërë testimin e plotë të lëkurës. Aty ne marrim informacion të saktë se si mund të jetë lëkura ose çfarë konkretisht i nevojitet lëkurës. Kjo kohë e fundit është vënë re që numri i personave të cilat drejtojnë te mjeku dermatolog është gjithmonë në rritje. Dikur ata drejtoheshin shumë shpesh, pavarësisht sa ka akoma që drejtojnë në farmaci ose në qendrat e ndryshme kozmetike për të zgjedhur produktin kozmetik, por çdo kohë më tepër rritet numri që drejtojnë te mjeku dermatolog. Dhe mjeku dermatolog nuk është se e zgjedh produktin e vet direkt sapo shef fytyrën, sepse fytyra mund të jetë normale, mund të jetë e thatë, mund të jetë mikse, që janë lëkurat më të vështira për përzgjedhjen e produkteve kozmetik, mund të jetë e ndryshme. Secila prej këtyre lëkura në një moment të caktuar mund të jetë e dehidratuar. Dehidratim do thotë lëkura të cilat kanë mungesa uji në lëkurë. Mungesat e mund të vinë ose nga përdorimi i produkteve larëse të papërshtatshme për lëkurën, mund të vinë nga përdorimi i sapunëve agresive, supozojmë, mund të vinë nga mungesa e kremit hidratues, mund të jetë specifikisht vetë lëkura e tillë si në disa patologji të lëkurës. Atëherë në raste të tilla është shumë e nevojshme të bëhet hidratimi plot i lëkurës në mënyrë që lëkura të mos jetë e dehidratuar. Kjo lëkurë, pra, siç e përmenda, dehidratimi mund të ndodhë dhe në një lëkurë të ndryshme, sepse gjithmonë e dëgjojmë që lëkura ime është e ndryshme dhe unë nuk mund të përdor një krem tjetër hidratues, ato janë dy gjëra të ndryshme. Lëkura e ndryshme do thotë se si e sebumit në pjesën e lëkurës, diçka specifike e vetë organizmit të individit, diçka e trashëguar mund ta themi, diçka që nuk ndryshon ose ndryshon me kalimin e kohës, dhe pjesa tjetër pastaj pjesa të hidratimit të lëkurës, siç e përmendëm, sasia e ujit në pjesën e lëkurës, dhe sa më lart jetë hidratimi i lëkurës, aq më re do ngelet lëkura dhe aq më vonë ajo do flaket. Në folet për lartësitë e lëkurës, mënyrën se si duhet ta pastrojmë në fytyrën tonë, duhet të konsultohemi me dermatologun apo çfarë këshilloni ju për të lartë fytyrën apo për lëkura të ndryshme është e ndryshme normalisht? Këshilla ime do ishte kjo që përpara zgjedhjes qoftë të lartësit, qoftë të kremit hidratues ose të një serumi ose të kremit anti-age, vetë klientët duhet të drejtohen te mjeku dermatolog në mënyrë që ai të bëjë testimin. Të bëj testimin e lëkurës, sot në ditët e sotme ka aparatura të tilla që bëhet testimi i lëkurës, pas testimit jepen detaje, informacione të detajuara në lidhje me shkallën e hidratimit të lëkurës, nëse lëkura është e ndryshme, mikse apo e thatë, nivelin e keratinës, elasticitetin e lëkurës dhe çfarë nevojë ka lëkura konkretisht. A ka nevojë për një larës i cili duhet për lëkurë normale, apo larës për një lëkurë shumë të ndjeshme, larës për lëkurë të ndryshme, te kremrat e ndryshme specifik, apo diçka përveç një kremi hidratues, ndonjëherë mund të nevojiten serume me multivitamina, ose kur kemi dëmtim ose destruksion të kolagjenit, kemi dhe nevojë për kremra të tjerë ushqyes, plus edhe kremra anti-age. Kremra normalisht në varësi të moshës mendoj ndryshon edhe kremi që duhet të përdorim tek moshat e reja, çfarë sugjeroni konkretisht, domethënë për kujdesin e lëkurës tek moshat më të reja dhe tek ato pak më të vjetra, më të moshuara? Normalisht nëse te moshat e reja sigurisht që edhe moshat e reja ka nevojë për krem hidratues, sigurisht. Sa i nevojshëm është ai krem hidratues tashmë dihet, sepse sa më hidratuar të jetë lëkura, aq më e re ajo do ngelet. E specifika është dhe zgjedhja e lartësit që duhet të përdorë qoftë edhe një lëkurë e re, ndërsa në mosha pak më të rritura, pse jo dhe në moshat 28 ose 30 ose 35, varet gjithmonë nga specifika e lëkurës, nga mënyra e jetesës, nga faktorët genetik dhe shumë faktorë të tjerë, fillojnë dhe kremrat anti-age. Kuptoj. Një këshill që ju do t'i jepni përveç faktit që duhet të shkoni patjetër te dermatologu të këshilloheni e të merrni kështu produktet e duhura. Këshill tjetër që ju do t'i jepni miqve për të kujdesur për fytyrën në këtë periudhë, për periudhën pas verës. Po, përveç hidratimit të lëkurës, i cili duhet jetë i vazhdueshëm, duhet hidratohet lëkura në këtë periudhë shumë më tepër se sa në periudhën e verës, në mënyrë që lëkura të jetë gati përpara ardhjes së stinës së ftohtë, e cila nga ana e vet me efektin e të ftohtit ndikon negativisht në tharin më tepër të lëkurës. Pra asnjëherë mos harrohet hidratimi i lëkurës, pse jo dhe 2 ose 3 herë në ditë. Konsumimi i ujit në sasi më të madhe në këtë kohë, ka kaluar periudha e verës ku ne kishim shpeshherë dhe më të vështirë për shkak të pushimeve ose të gjendjes së fundjavës në bregdet, ndërsa tani jemi në shtëpi dhe të mos harrojmë
pirjen minimalisht të paktën të 8 gotave ujë, konsumimin e frutave dhe të zarzavateve në sasi pse jo dhe të bollshme, të ndalohet duani, efekti negativ i duanit, ndoshta jo të ndalohet, të reduktohet, është një faktor goxha negativ që ndikon në plakjen e pjesës së lëkurës, pse jo vazhdimin e përdorimit të kremrave kundra diellit. Pse jo gjimnastika e pjesës së lëkurës, jo vetëm sporti i përgjithshëm, jo vetëm të realizojmë gjimnastikën e lëkurës, mund të vetë disa ushtrime të thjeshta në pjesën e fytyrës, masazhe të lehta, të cilat do të siguronin nga njëra anë vaskularizimin më të mirë. Nëpërmjet shtimit të vaskularizimit do të shkonte metabolizmi i qelizave, do ishte më i rritur, do oksigjenoheshin më tepër, do furnizoheshin më tepër me ushqim dhe do të funksiononte më mirë pjesa e lëkurës. Por dhe stëvitjet e përgjithshme e realizojnë këtë qëllim. Unë ju falenderoj që ishit sot me në studio. Ishim me doktoresh dermatolog Albana Lufi, të cilin mund ta gjeni në klinikën dermatologjike dhe estetike Dermovita në Tiranë. Faleminderit dhe ju për ftesën. Ja e bindur që do të jemi sërish të flasim për shumë gjëra tjera që na shqetësojnë të gjithëve për lëkurën normalisht.